Në verën e vitit 2014, Shqipëria u përball me një nga skandalet më të mëdha financiare në historinë e saj moderne. Nuk ishte një grabitje spektakolare me armë, nuk pati maska, as makina të shpejta që largoheshin nga vendi i krimit. Përkundrazi, gjithçka ndodhi në heshtje, brenda një institucioni që konsiderohej si një nga më të sigurtit në vend, Banka e Shqipërisë. Për vite me radhë, nga thesari i Bankës Qendrore të Shtetit Shqiptar u zhdukën miliona lek pa u vënë re nga askush. Kur skandali u zbulua, rezultoi se mungonin rreth 713 milion lek, një shumë që në atë kohë përkthehej në më shumë se $6 milion. Por ajo që e bëri këtë ngjarje dhe më tronditse nuk ishte vetëm shuma e madhe e parave, por mënyra se si u krye vjedhja, përmes manipulimit të procesit të riciklimit të kartmonedave dhe përmes shkeljeve të shumta të procedurave të sigurisë brenda vetë bankës. Për të kuptuar plotësisht këtë histori, duhet të kthehemi disa vite pas në kohë dhe të shohim se si funksionon sistemi i menaxhimit të parave në një bankë qendrore. Banka e Shqipërisë është institucioni që kontrollon emetimin e kartmonedave dhe stabilitetin monetar në vend. Brenda saj ndodhet një nga ambientet më të sigurta, thesari, vendi ku ruhen kartmonedhat e reja që do të dalin në qarkullim, parat që kthehen nga bankat tregtare dhe kartmonedhat që konsiderohen të dëmtuar dhe që duhet të hiqen nga qarkullimi. Procesi i menaxhimit të këtyre parave është kompleks dhe përfshin disa faza. Kur kartmonedhat përdoren për një kohë të gjatë në qarkullim, ato dëmtohen, grisen ose humbasin cilësinë e tyre. Bankat tregtare i kthejnë këto para në Bankën e Shqipërisë, ku ato kontrollohen dhe klasifikohen. Kartmonedhat që janë ende të përdorshme rikthehen në qarkullim, ndërsa ato që janë të dëmtuara ndahen për asgjësim. Ky proces njihet si riciklimi i parave dhe në teori është një sistem shumë i kontrolluar. Në këtë proces ekziston një periudhë kohe gjatë së cilës kartmonedhat e dëmtuara ruhen në depo, përpara se të asgjësohen përfundimisht. Pikërisht kjo periudhë do të shndërrohej në një dobësi shumë të madhe të sistemit. Në departamentin ku ruheshin këto para punonte një person që do të bëhej figura qendrore e skandalit, Ardian Bitraj. Ai ishte një punonjës i Bankës së Shqipërisë me një eksperiencë të gjatë, i punësuar prej më shumë se 2 dekadash në institucion. Bitraj punonte në sektorin e arkës stok, një sektor që kishte të bënte me magazinimin dhe menaxhimin e kartmonedhave që ndodheshin në proces përpunimi. Në këtë pozicion ai kishte akses të drejtpërdrejtë në ambientet ku ruheshin paratë dhe kishte krijuar një reputacion si punonjës me përvojë dhe i besueshëm. Sipas hetimeve që do të zhvilloheshin më vonë, vjedhja nuk filloi papritur. Ajo nisi gradualisht rreth vitit 2010. Në fillim, Bitraj mori shuma shumë të vogla nga pakut e kartmonedhave, duke qenë se këto pako ishin të destinuara për asgjësim dhe nuk kontrolloheshin menjëherë, mungesa nuk vihej re. Ky ishte momenti kur ai kuptoi se sistemi kishte një dobësi të madhe. Me kalimin e kohës, ai filloi të marrë gjithnjë e më shumë para. Në vend që të merrte vetëm disa kartmonedha, ai filloi të merrte pako të tëra. Skema e tij ishte relativisht e thjeshtë, por shumë efektive. Kur hapte një pako kartmonedhash, ai merrte një pjesë të tyre dhe më pas e mbushte hapësirën me materiale të tjera për të ruajtur formën dhe peshën e pakos. Në disa raste, përdorte copa letre ose materiale të tjera që e bënin pakon të dukej e paprekur. Pakot pastaj mbylleshin sërish dhe vendoseshin në raftet e depozitimit, duke krijuar përshtypjen se gjithçka ishte në rregull. Një nga arsyet kryesore që kjo skem funksionoi kaq gjatë ishte fakti se kontrollet e brendshme nuk kryheshin me frekuencën e duhur. Inventarët e plotë të parave nuk realizoheshin shpesh dhe shumë procedura sigurie nuk zbatoheshin siç duhej. Hetimet do të zbulonin më vonë se në disa raste çelsat e kasafortave nuk ruheshin sipas rregullave dhe ndonjëherë qëndronin në dispozicion të një numri të kufizuar punonjësish. Kjo krijoi mundësinë që një person i vetëm të kishte akses më të madh se sa lejonin procedurat.
Në disa nga pamjet e kamerave të sigurisë që u analizuan më vonë gjatë hetimit, Ardian Bitrai shihej duke hyrë në kasafort dhe duke marrë pakot e kartmonedhave. Në mënyrë që të mos ngjallte dyshime, ai vepronte në mënyrë shumë të kujdesshme. Në disa raste ai merrte parat dhe shkonte në ambientet e tualetit, ku i fshihte kartmonedhat nën rroba. Më pas largohej nga ndërtesa si çdo punonjës tjetër, pa tërhequr vëmendjen e askujt. Sipas disa dëshmive që dolën gjatë hetimit, në disa raste jashtë bankës e prisnin persona të afërt që e ndihmonin të transportonte parat. Parat e vjedhura nuk u investuan në ndonjë aktivitet të madh kriminal apo biznes të sofistikuar. Një pjesë e konsiderueshme e tyre u përdor në kazino dhe baste sportive. Hetimet zbuluan se Bitrai kishte krijuar një varësi nga lojrat e fatit dhe kishte humbur shuma të mëdha parash. Në fillim, ai mund të ketë menduar se do t'i kthente paratë që merrte nga banka, por me kalimin e kohës, humbjet u rritën dhe ai vazhdoi të merrte gjithnjë e më shumë për të mbuluar humbjet e mëparshme. Për rreth 4 vite, kjo skem vazhdoi pa u zbuluar. Paratë zhdukeshin pak nga pak dhe askush nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte. Por në korrik të vitit 2014 gjithçka ndryshoi. Gjatë një procesi kontrolli në thesarin e bankës, punonjësit konstatuan disa parregullsi në pakot e kartmonedhave. Disa prej tyre dukeshin të hapura ose të manipuluara. Ky ishte momenti kur u vendos të kryej një verifikim më i thellë. Pas numërimit të detajuar të parave, u zbulua se mungonin qindra miliona lek. Shifra që doli në fund ishte tronditëse, 713 milion lek. Menjëherë pas zbulimit të mungesës së parave, Banka e Shqipërisë njoftoi autoritetet dhe prokuroria filloi hetimet. Dyshimet u përqendruan shpejt tek Ardian Bitrai, pasi ai ishte një nga personat që kishte akses të drejtpërdrejt në sektorin ku ndodhej mungesa e parave. Pas analizimit të pamjeve të kamerave dhe mbledhjes së provave të tjera, ai u arrestua dhe gjatë marrjes në pyetje pranoi një pjesë të veprimeve të tij. Hetimi nuk u ndal vetëm tek ai. Prokuroria arrestoi dhe disa punonjës të tjerë të bankës, të cilët u akuzuan për shpërdorim detyre ose për mos respektim të procedurave të sigurisë. Skandali mori përmasa edhe më të mëdha kur hetimet prekën nivelet më të larta të drejtimit të bankës. Në atë kohë guvernatori i bankës ishte Ardian Fullani. Ai u arrestua për akuzën e shpërdorimit të detyrës, me argumentin se sistemi i kontrollit nuk kishte funksionuar siç duhej. Arrestimi i guvernatorit të bankës qendrore ishte një ngjarje pa precedent në Shqipëri dhe shkaktoi një debat të madh publik. Megjithatë, më vonë gjykata vendosi që ai të lirohej dhe akuzat ndaj tij u rrëzuan për mungesë provash për përfshirje direkte në vjedhje. Sa i përket dënimeve, personi kryesor i skemës, Ardian Bitrai, u shpall fajtor nga gjykata për vjedhje dhe shpërdorim detyre dhe u dënua përfundimisht me 17 vite burg. Ky ishte një nga dënimet më të rënda të dhëna në Shqipëri për një krim financiar të kësaj natyre. Disa punonjës të tjerë të bankës morën dënime më të lehta, zakonisht nga disa vite burg për shpërdorim detyre ose mos respektim të procedurave të sigurisë. Skandali pati një ndikim të madh në opinionin publik shqiptar. Shumë njerëz u tronditën nga fakti se një vjedhje e tillë mund të ndodhte brenda bankës qendrore të vendit. Ngjarja u kthye në një debat të madh publik dhe institucional. U ngritën pyetje të shumta për mënyrën se si funksiononte sistemi i kontrollit brenda bankës dhe për përgjegjësitë e drejtuesve të institucionit. Diskutimet u përqendruan dhe tek roli i auditimit të brendshëm dhe mekanizmave të mbikëqyrjes. Pas skandalit, Banka e Shqipërisë u detyrua të rishikojë një pjesë të madhe të procedurave të saj të sigurisë. U vendosën masa të reja për kontrollin e aksesit në kasaforta. U përforcuan procedurat e inventarit dhe u rrit numri i kontrolleve të brendshme. Gjithashtu, u investua në teknologji më të avancuar për monitorimin e aktiviteteve brenda thesarit. Një nga pyetjet më të mëdha që mbeti pas këtij skandali ishte nëse paratë e vjedhura u gjetën ndonjëherë. Hetimet arritën të identifikonin vetëm një pjesë të vogël të tyre. Shumica e parave të tjera nuk u gjet kurrë. Historia e vjedhjes së thesarit të Bankës së Shqipërisë mbetet edhe sot një nga ngjarjet më të diskutueshme në historinë financiare të vendit. Ajo tregoi se edhe institucionet që konsideroheshin më të sigurta mund të kenë dobësi të mëdha nëse procedurat nuk zbatohen me rigorozitet. Mbi të gjitha, kjo histori tregoi se një kombinim i besimit të tepruar, mungesës së kontrolleve dhe shkeljeve të rregullave mund të krijojnë hapësirë për një skandal që zgjat për vite me radhë.
Dhe kështu, për 4 vite rresht, miliona legu zhdukën nga thesari i shtetit pa u vënë re. Nuk pati shpërthime, nuk pati grabitje me armë, nuk pati ndjekje e policie në rrugë. Ishte thjesht një seri veprimesh të vogla, të përsëritura ditë pas dite, që në fund u shndërruan në një nga vjedhjet më të mëdha të historisë së Shqipërisë. Dhe kur e vërteta doli në dritë, shumë kush kuptoi se problemi nuk ishte vetëm një person që kishte vjedhur para, por një sistem i tërë që kishte dështuar të parandalonte krimin në zemër të institucionit më të rëndësishëm financiar të vendit.